Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë në fakt një lajm që ka tronditur pak fansat e Brikenës dhe të Mateos. A janë ndarë Brikena dhe Mateo? Nga kur rrjedhën ky lajm? Dëgjoni tani videon që unë po bëj. Një mesazh anonim që po qarkullon në rrjetet sociale ka ngritur dyshime të forta për një ndarje të mundshme mes Brikenës dhe Mateos. Sipas pretendimit që po bën xhiron e rrjetit, dyshja mund t'i ketë dhënë fund lidhjes së tyre, por pa e bërë ende publike këtë vendim. Personi anonim që pretendon se jeton pranë çiftit shkruan se prej disa ditësh nuk e ka parë më Brikenën në zonën ku ajo qëndronte zakonisht, duke shtuar kështu dyshimet për një krisje në marrëdhënien e tyre. E di ti që janë ndarë Brikena dhe Mateo apo se di? Edhe nuk po e bëjmë publike ndarjen e tyre, kaq di të them, jetoj dhe ka javë që nuk e shikoj Brikin aty, thuhet në informacionin që ka bërë xhiro në rrjete. Realisht, Brikena ndodhet në Itali, do me thënë Brikena, ditë më parë ka udhëtuar drejt Italisë dhe është pranë familjes së saj atje. Pas publikimit të këtij mesazhi, në rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe aludime mbi statusin aktual të çiftit, ndërsa ndjekësit po analizojnë çdo detaj nga postimet dhe mungesa e tyre në publik. Por, unë nga të gjitha informacionet që kam marrë, dhe me thënë deri më tani, për këtë mesazh, i cili është një mesazh i shëmtuar, dua të them që është një mesazh shkot. Fillimisht njëherë Brikena nuk ndodhet as në Shqipëri dhe as në Kosovë. Brikena ndodhet në Itali pranë familjes së saj. Ajo nuk ka nxjerr fotografi me familjen sepse nuk dëshiron që të nxjerr privatësinë e saj, nuk dëshiron të tregoj fytyrën e tjatit, të tjëmës, të motrës, edhe pse tjëmën e pam, do të thënë është më se normale kjo dhe unë e vlerësoj këtë gjë dhe e duar trokas. Por Brikena dhe Mateo nuk janë të ndarë. Marrëdhënia e tyre është shumë e lumtur. Ato të dy janë shumë mirë, familja e Brikenës do të kthehet tani së shpejti në Kosovë dhe kanë vendosur që të ikin në një takim, do me thënë me familjen e Mateos në Shqipëri, por çifti e mban marrëdhënien paksa sekret. Brikena, shkaku i kësaj gjëje, do me thënë, që ta shuan këtë lajmin e tmerrshëm, ka publikuar dhe foto me Mateon, e ka ndruar dhe foto në profilit që publiku dhe fansat e tyre të mos të ndikohen nga situata të këtilla. Do thënë nga lajmet të rreshme që sinqerisht janë duke traumatizuar publikun. Por marrëdhënia e tyre është shumë e mirë, unë ju kisha lutur që mos bini pre të këtyre lajmeve, sepse janë lajme të rreshme, nuk ka asnjë gjë mes çiftit.